Vëllezër e motra, të dashur bashkëdhetar, shqiptarët e mi kudo që jeni, në Shqipëri, a kudo gjetë në botën mbar. Ju që më njihni edhe ju që nuk më njihni mu. Unë jam Sami Gjoka dhe ju përshëndes të gjithëve. Në këtë video, unë du t'ju njoftoj edhe të kërkoj mendimin për krahjen tuaj për një lëvizje që unë sugjeroj ta nisim më njëherë, edhe lëvizja është LKO, lëvizja kundër oligarkisë. Vëllezër e motra, në këto ditë të errta që ne po jetojmë si komp edhe si shtet në shtetin shqiptar, ku parlamenti është kthy në një vegël në mburojtje të oligarkisë, të padronëve, të atyre që kanë marrë peng ekonominë shqiptare kryesisht, kërkohet më ngut një lëvizje dhe një reformë që askush në botë s'do të vijë e të na dhuroj neve. Unë sugjeroj, unë këshilloj, unë ju lutem që ne t'i marrim vetë në dorë fatet e shtetit tonë. Vëllezër e motra, unë kërkoj për jush që në ndërgjegjen tuaj, a jeni ju simpatizant të Partisë Socialiste, a jeni ju simpatizant të Partisë Demokratike, a përkrahni ju ndonjë parti të vogël, apo asnjë lloj partie? Ne të gjithë kemi një detyrim, një obligim për shtetin tonë, për Shqipërinë tonë, për familjet tona, për veten tonë. Vëllezër e motra, Shqipëria, mendojmë ne, është një vend demokratik, po s'ka asgjë demokratike kur udhëhiqemi jo nga ato që zgjedhim ne në parlament, por nga ato që na imponon oligarkia, nga ato që na imponon Sali Berisha dhe Edi Rama, që quhen listat e mbyllura. Unë kam mendu, edhe jam tashti në veprim. Nuk prish punë kush del në kryet kësaj lëvizje. Ne kemi në Shqipëri plot e për plot djem me vajza të reja. Kemi në mërgim plot e për plot djem me vajza të reja. Ne nuk kemi vujt kur për koka. Ne kemi vujt nga mirimi jonë që lejmë të tjerët na i shtypin mendjet tona të pastërta, zemrët e sa njerëzve të ndershëm që duan Shqipërinë harrohen në mërgim. Unë nuk kërkoj të jem në kryet kësaj lëvizje. Unë po e nis këtë lëvizje për ju, kur shdoj pastaj të dalë në krye dhe do të heq. Ajo që unë kërkoj ne të bëjmë me këtë lëvizje kundër oligarkisë, LKO, është që të ndërgjegjësojmë gjithë shqiptarët në Shqipëri, që të mos e njohin këtë lloj parlamenti, që ka dalë kryesisht me kandidatët që janë imponu popullit nga lart për të mbrojt oligarkët. Ne, në ndërgjegjën tonë të mos e njohim. Ne do t'i bëjmë thirrje. Unë sapo kam përgatit gjithë letrat që do t'ja çojmë Shtëpisë së Bardhë, në emrin e lëvizjes kundër oligarkisë, Senatit Amerikan, Kongresit Amerikan, Shtëpisë së Bardhë, gjykatëve të drejtësisë në Evropë, Bashkimit Evropian,
gjykatës kushtetuese në Shqipëri, edhe presidentit shqiptar. Ku të kërkojmë, të bëjmë presion, nuk do t'jetë lehtë, por është në dorën tonë. Të bëjmë presion Perëndimit, kryesisht Amerikës, edhe Evropës, që të mos e njohë këtë lloj parlamenti që nuk është kur parlament demokratik, që nuk ka dalë kur nga populli e për popullin, në qoftë sa është imponu nga dy kryetarë të partive me listat mbyllura, edhe të bëjmë ç'është e mundur që vetë qeveria shqiptare, me presionin ton nga mrena dhe presionin ton nga jashtë, të shpallin parlamentin non grada, të kërkojnë zgjedhjet e mëparshme e saktën. Edhe një herë, të më kuptoni, unë nuk jam kundër kujt ju votoni. Nuk është në dorën time dhe nuk do të jetë në dorën e kësaj lëvizje të bëj thirrje shqiptarëve se për këtë votojnë. Kjo është e padrejtë për një lëvizje. Shqiptarët e mi duhet votojnë për atë parti që ato duan, për atë parti që ato mendojnë, ashtu siç janë bind, për Partinë Socialiste, për Partinë Demokratike, apo partitë të tjera të vogla, por të votojnë ato që zgjedh populli dhe jo ato që imponohen nga lart. Ne me këtë lëvizje, vëllezër e motra, do të kërkojmë që në çdo zonë, në çdo fshat, në çdo bashki, në çdo komunë, në çdo qark, përpara se të shpallën zgjedhjet parlamentare, të regjistrohen njerëzit në çdo njësi ku ata jetojnë, ose si demokrat, ose si socialist, ose si të pavarur, ose që janë të luhatur, të pavendosur, nuk e di të termin, do ta gjejmë. Pra të regjistrohen. Unë regjistrohem në manë si socialist, që mos bëhen pastaj korrupsione. Natyrisht që kjo do të perfeksionohet lëvizja. Të regjistrohen njerëzit në çdo njësi, si socialist ose si demokrat, si të pavarur, apo të partive tjera të vogla, ose si njerëz të pavendosur akoma. Secila nga këto grupe, në secilën njësi, të zgjedhjet së zgjedhen vetë, dalin 5-6 vete duhet jenë nga Partia Socialiste, 5-6 vete nga Partia Demokratike, secila nga këto bën zgjedhjet, se kujt ajo zonë dhe ai fshat, ai qytet, ajo bashki i beson që të përfaqësojë atë në parlament. Demokratët do zgjedhin, për shembull në Kruj, në Manes, në Durrës, në Peqin, në Selenis, në Tepelen, në Korçë, të majtët zgjedhin në mes 5-6 vetëve që kandidojnë, janë njerëzit e vetë, mes socialistëve të vetë. Zgjedhin 2-3, që ato zgjedhin sa duhet, edhe ato që fitojnë në parlament, atë në pjesën njësin lokale, ato janë të vetmit që futën në listën pasaj të Partisë Socialiste, ashtu sikurse edhe për Partinë Demokratike. Pra populli zgjedh. Ato duhet të jenë jo njerëz që vinë e i parashutojnë, i hodhin me parashut Sali Berisha edhe Edi Rama, njerëzit që s'kan asgjë me ju, me zonën tuaj, me fshatret e juaj, me familjet e juaja. Ne kemi këtë ndorë. Ne e bëjmë këtë. Në qoftë se ju do t'i bashkoheni kësaj lëvizje, atëherë dhe unë do të vazhdoj. Unë do të kom gullë dhe në qoftë se ju nuk i bashkoheni, por unë nuk mund bëj dot asgjë, edhe s'kam se bëj në qoftë se ju jeni dakord, të keni këtë lloj sistemi si që keni, të vi e t'ju urdhëroj ai nga lartë që ju doni Berisha apo Rama, t'ju imponoj kandidatët për të mbrojtur oligarkin janë oligarkët e vetë, ato vetëm parlamentare deputet nuk janë. Ato vëllezër e motra janë oligark ose këllysh të oligarkëve që mbrojnë oligarkët. Ne këto nuk do të pranojmë, ne do të luftojmë, ne do t'ja qeri maskën, ne do të dhejmë
çdo forcë, çdo energji që të ndërgjegjësojmë Senatin Amerikan, Kongresin Amerikan, Shtëpinë e Bardhë, edhe Departamentin e Shtetit, edhe të gjithë institucionet e tjera qeveritare, edhe gjyqësore në Evropë, sikurse edhe gjykatën kushtetuese në Shqipëri, për arsye se është shkel kushtetuta me dikom kur i është mohuar drejta themelore, bazike, popullit tonë që të zgjedhi populli jonë. Ata që përfaqësojnë popullin, edhe jo të vijet të diktoj Sali Berisha apo Edi Rama, fshatarëve në Manës, apo në Radë, apo në Borç, apo në Dukat, se kush duhet i prezentoj atë në parlament në Tiranë. Vëllezër e motra, unë ju bëj thirrje të bashkoheni kësaj lëvizje, peticionin atë që është në online, do ta kemi shpejt në online, kushdo që mendon që ne nuk duhet të pranojmë më këtë lloj sistemi që kemi në këtë formë. Edhe një herë, nuk është thirrje kjo për të marrë armët në dorë, nuk është thirrje kjo për të bërë protesta rrugëve, nuk është thirrje kjo për të përzonjë një qeveri edhe të vjerë një tjetër. Kjo është thirrje të ndryshojmë komplet mënyrën se si zgjedhim kush na përfaqësoj neve. Edhe vetëm kështu ne mund të kemi njerëz që mund na shërbejnë neve dhe jo oligarkëve. Shifeni se çfarë ndodh në parlament. Po votojnë një ligj për faljen e takseve, i thon juve. Nuk është gjë tjetër. Është kamuflimi se si të mbrojnë hajdutët që ju kanë djell pronat e juja, legët e juj, buxhetin e shtetit, që a vjedhin për kontrata, edhe s'kan mundësi të pastrojnë. Është një mënyrë për të pastru parat që u vjedhin juve, është një mënyrë për të pastru parat që bëjnë me droga, që shkatrojnë jetën e fëmijëve tuaj, që kanë fillu të rritë sot në Shqipëri pikërisht se kemi oligarkët për shtet, edhe qeverit kushdo që të vjerë, edhe Sali Berisha, edhe Rama, Sako, që ne nuk i zgjedhim vetë njerëzit që shkojnë në parlament. Ne këtë do të kemi. Do të kemi njerëz që marrin votën tonë për të zgjedhur ato që duan ata, që të na shkelin neve më kom, edhe të bëjnë çudon qefi atyre. Vëllezër e motra, Sami Gjoka ju përshëndet. Kush është dakord, edhe kush është i pakënaqur, kush është dakord me mua dhe i pakënaqur me këtë lloj reforme zgjedhore që kemi ne, ku dy krerët të dy partive shkojnë e puthen mas perdeve, edhe bëjnë plane e hartojnë strategji si të në majnë neve në kamët të tyre dhe si t'jenë gjithmonë mbi ne, e të na imponojnë ato me listat mbyllura emrat e tyre që ato duan që të bëjnë ato. Vëllezër e motra, ka ardhur koha të bashkohemi lëvizjes që ne, pavarësisht se çfarë duam, Partinë Socialiste apo Partinë Demokratike, ato që zgjedhim ne, ato shkojnë në parlament. Vëllezër e motra, kaq kërkon Sami Gjoka, kaq kërkon çdo njeri i ndershëm në Shqipëri, demokrat apo socialist. Vëllezër e motra, mos bëheni armiq me njëri tjetrin. Ju keni një motër, ju keni një vlla, njëri është demokrat, tjetri është socialist. Nuk jemi ne të zgjedhim. Çfarë do që doni ju ato zgjidhni, shumica që zgjedh dhe voton, ajo parti le të fitoj, por të dalin e të shkojnë në parlament vetëm njerëzit që zgjedhim ne dhe na përfaqësojnë neve, dhe jo ata që na imponojnë neve nga lart. Sami Gjoka ju përshëndet.